Jo, kem një... Apo ka shumë aktet cilët në sjellë? Sepse ne mbaj mend kemi diskutuar me ju më shpesh se Trumpi kishte ardhur në pushtet me idenë se do të sjellë paqe në përbot, ndërsa ne vetëm paqe nuk po shohim. Ja, i ka një deklarat dje, tha, unë jam ai që peruj që mos lidhej te lufta tretë botërore. De facto, misioni ti i paqes në Hormuz, sjelljen e lirisë, operacioni, më duket më tepër ka një lloj, me që se u shkrepën 12 raketat të Iranit në Emiratet Bashkuara Arabe, ka një goditje e tillë edhe në rafineritë. Edhe Trumpi sa po lexova pa një deklaratë se do ta zhdukim nga paqja e dhëut Iranin. Pra, jemi në një armpushim tepër të bresht, në anën tjetër deklaratat e Trump se po mban paqen në përbot, ishte krekosur për atë se ka liruar ngushticën e Hormuzit, diçka që ishte e lirë para se të niste ky konflikt. Realisht kem një situatë të tillë e cila gjaku në Hormuz bëhet për naftë dhe gaz. Nuk bëhet për as për civilizim, as për ato që njihet antropologjikisht lindja njerëzimit, të tri feve monoteiste, por do jetë një qasje me qenë se mendoj që fjalori i tillë dëshiron të sjellë ndoshta një ndërhyrje për të ardhur te paqja më shpejt. Nëse dikush mund të thotë mirë, ta çmendrit që flasin për shkatërrim të botës ose për sus, që unë nuk e besoj. Kodat berthamore se janë veç shkatërruese edhe për atë që flet. Ose ai që dëshiron ti. Bilali, a u dëshmua deri më tani se me këto deklarata nuk ecën edhe as mirë me Iranin? Nuk është se bien prej këtyre deklaratave. Shpeshherë pas deklaratave të tilla të Trumpit kemi parë deklarata akoma më të ashpra pastaj nga ana e Iranit. Dorotin, është ai Ahmed Wahid, lideri suprem i forcave të revolucionare, i cili para Sulejman Kasam Sulejmanit kishte qenë lider dhe ka zëvendësuar nëse ai brigadën Quds ka pas për shërbime për jashtë. Është një dualitet mes ata që njohin mirë teorinë e brendshme ushtarake të Iranit, atë dualitetin mes ushtrisë rregull dhe errësisë. Por kjo figurë, unë që akompon disa tekste, është jashtëzakonisht figurë e cila ta shuj kështu është rrezikshme. Sepse ky nuk dëgjon as Pezeshvanin, Masudin, presidentin. Do të koncentrimi komplet i grupës e generalëve është i dorës fort. Dhe edhe gaçi kur shkon bisedime ka kujdes, sepse këta do thot komplet këtë kupollën e brendshme. Te Irani janë metrot. Metrot që kena fol, nëse Eugenia ka pas raste në emisionin e Medium, metrot në toksore janë dhe nuk dihet. Unë dyshoj që Hafsingun 18, atë raketën e furishme të Koreas së Veriut mund ta ketë dhe mund të sjellë probleme. Por për amerikanë problematikë të decisiv dhe i shkurt për të hyrë me aeroplanvajset e tyre, sidomos me Abraham Lincoln, do jetë fatadyshi. Fatadyshi është amë që nuk ka mbrojtje kundër ajrore që mund ta zë. Dhe më duket që po që se Irani godet një anijet të tillë, aeroplanvajset e tillë, atëherë mund vjen ajo ideja e Trumpit që mund të shkatërron, meqense se paralel do ketë shkatërrim të vendeve të xhirit. Ata që mendojnë që bllokadën do t'ja bëjnë Iranit, krizën ekonomike nga portet e tyre mos të depërtojnë anije, importuese tanker, bota rrezikohet recesion të madh, sepse çmimet do shkojnë. Ne po prekemi këtu nga një deklaratë të Trumpit, po vajojnë çmimet. Do thotë jemi para një situate që mund të kemi një rifillim të aksioneve, duket deri sot është, mos gabojnë ora 14, ka dhënë 24 orë dje, i bën duket sot dikon pas dite, dhe mund të kemi rifillim të luftimeve që besoj që do jenë jo një strategji e gabuar, por fituesi do jetë problematik të flitet. Shkatërrim po, fitues jo. Eugenia, u tetua që ky armpushim të shfrytëzohej nga të dyja